Mirëmëngjesi edhe një herë për të gjithë ju që sapo jeni zgjuar dhe keni nisur ditën në Info Plus në Star Plus Televizion. Sot kam të ftuar një piktor të mrekullueshëm. Është me mua këtë mëngjes Kristi Shkodra. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, faleminderit edhe kënaqësia jeme. Faleminderit ty që pranove ftesën dhe këtë mëngjes në Star Plus për ta nisur ditën dhe javën së bashku, Kristi. Faleminderit. Kristi, si ka nisur dëshira jote për të pikturuar, dëshira për të qenë pjesë e artit dhe rrugës së bukur të pikturës? Dëshira jeme ka nisë qysh në moshë të vogël. Qysh kur kam qenë 10 vjeç, e zbulova vedin që kisha kënaqësi të pikturosha në ata formatet e letrave, me ata lapcat me ngjyra. Dikur ka qenë ajo koha që nikshim ata kartonet vizatimore, edhe pikturosha, shokët e klasës më thoshin, "Oh, sa bukur." Ata më jepshin një fije kurrë o, sa bukur, sa ke bë këtë, sa bukur ma falë më këtë, ma bënë. Edhe shqysh në sajtë kohë nuk ju ndava. Fillova pa në lapca, fillova me bojra, akrilik ata bojrat për studentet vogla. Po nisha këtë kënaqësi, nisha të rahatia, qetësi teme të pikturu. Sa bukur, pra që në moshë të vogël që 10 vjeç. Qysh moshë vogël 10 vjeç, fikse. E mban mend kush të ka frymëzuar fillimisht në punën tënde? Në punën teme, baba jem ka kënë gjithmonë e mbështetja e madhe. Se baba jem është një piktor i njohur në Shkodra, që është Aleksandër Shkodra. Ai pa të hap një galeri pare private të Shkodrë, një tabu për shembull për qytetin tonë. Edhe filloi ata pikturat e mirë fillta bashkë me kolekti, tu i pa gjithë ata piktura që ishin shumë e bukur, të syni një fëmijë, tu i pa ata pikturat e bukura, o sa bukur kjo. Fillova edhe vetë të marrë frymëzim për i tjela, baba më thotë shive bane kështu, si një tip kursit privat me jepte ata leksionet të shtëpia, po ashtu atë studia ti kur isha i vogël shkosha, shikosha, vizitosha. Pra Kristi është rritur në një familje artistash, po, është pasarsi, një piktor i të madh shkodran. Aleksandër Shkodra. Aleksandër Shkodra dhe patjetër që do të ishte pjesë e bukur e pikturës. Po, një si tip trashëgimnie që allaj nihet krenar, që thotë djali jem po vazhdon këtë pasiencë që ka pasaj. Dikur ka keni fije mamë ndërprejme që ka kanë koha atyne, po është një kënaqësi. Po jo veç baba me thënë drejtën, kanë kënë edhe piktor që ka një shoqat, piktor tjerë që janë me zanë Shkodër, që bishin... Që të kanë frymëzuar, ndoshta, kanë frymëzuar, shumë, soshe qef marraq bëne kështu, qef marraq tjetër kështu. Edhe marsha shumë për i tyne, shumë më jepshin këshilla, më jepshin më thonë, si kur jam rritë në dorën e tyne. Kristi është një krenari që ke lindur në Shkodër dhe Shkodër është e mbushur me artista. Pra të gjithë të kanë qëndruar afër, të kanë frymëzuar, qoftë edhe shokët tuaj që i përmendën në fillim që të kanë thënë sa e bukur e ke bërë dhe kanë qenë një shtys për atë që ti ke bërë më pas? Unë për këtë qytet njihem shumë krenar dhe shumë i dëshiruar për këtë qytet. Sa tjerë të tojnë që ke lujtë me që ka mundësi, për Shkodrën unë bëj gjithë shka. Edhe më kanë vlerësu, shumë kanë vlerësu, më kanë dhënë mbështetjen edhe qytetarët, çdo kush është, edhe kur isha i vogël më thoshin edhe mësuesat e bankës, për shembull, më në një rast, mësuesin e matematikës. Matematika gjithmonë nuk ngarë. Kur tjerë ishin të zgjidhë ekuacione, unë isha të vizatu diçka. Edhe mërë hapat fletore gjithë, kujto të qam të zgjidhë në ekuacion, hapat të më shef një vizatim. Më shef, zban zo, vazhdo thot. A kuptan? Pra, sa bukur. Sepse të gjithë janë inkurajues të artit dhe asaj që është e bukur në Shkodër. Po, është, edhe e dashurojnë shumë artin. E dashurojnë, e kanë një qytet me histori të madhe, si që është qyteti jonë, e ka trashëgimni këtë pjesë, si që është futbolli, si që është arti, e ka në gen qyteti jonë këtë gjë. Ti dhe studion tënde e ke në mes të Shkodrës. Mund të flasim pak për këtë studio? Po, studio jeme është në Pedonale, në rrugën Koli Dromeno. Aty është një studio që e kam apostafat për piktura. Është vetë një studio, galeri pikturash, ku kalojnë turista, kalojnë ardashë shkodran që po një vizit në Pedonale, kthehen, po ashtu vinë edhe prej Tiranës ose prej kështu që vinë një vizit në Shkodër, kthehen, wow, sa bukur, një gjë e veçantë, që tha na myti ke monotonia vetëm lokal, edhe kjo lokal, ju pas keni thyë i fije. Po jena mundu me përcjell diçka. Ndoshta edhe ata turista që vinë e shikojnë, për shembull, janë mërzit ndoshta një lokal, po fillojnë me habisim i fije sy të thojnë,
shojmë në pikturë. Pa ma mesin mranë aty, mesin mranë që thonë, wow, po i kja qasot qash, për shumë në i urë mesit. I thëmë ashtura mesit, i thëmë, është 10 kilometër largë Shkodës, do të shkoj, do të vizitoj nesër. Janë shumë gjana që i bëjë gjana për i Shkodës, që mesin mranë turistët, ma një. Po është edhe ata për Tiranët, që e kanë një nostalgji, që e kanë pas se Tiranën ty në 2 vjetër, ta rrugi që asojnë egzistojnë Shkodër, po e thëmë e keni një atë në gjohat dole, ose i du habitën, mërkullohen për këtë qytet. Është diçka edhe ndoshta një promovim për qytetin e Shkodrës. Edhe promovim, është tash edhe me turistat, mundum edhe me orientu, për shumë mi spjegu kalan, mi spjegu si ka urën e mesit, mi spjegu thethin, shumë gjana që thoshin, wow, i këtë se kam po e këtë, a egziston të, thotë, këto egziston ose shiro, ka këto, se turisti ka një farë guidet, por e ka si të limitume. Po, thotë, ashtë lërgë shumë, i mërë, thëmë 10 kilometra ke, nësëmë qytetit, habitën, mërkullohen. A din të vlerësojnë ato artin si që vlerësojnë shkodranët? Din të vlerësojnë të bukurën, përgjithsisht turista që vinë në Shkodër? E vlerësojnë që shohin një pikturë, nështë alë këtë Shkodranët, nuk është i lajnë gjanë mangut, Pa gjithër që jo është, Shkodranët kanë në syrën kritikë. Janë të dy një loj, se një që e vlerësojnë pikturën, i kam të dy e palë janë njësaj, si Shkodranët o si turistat, s'mo të thëjmë se për shumë këta janë të huja, janë ma civilizume, dinë që dhe me thënë ma shumë arti, po si lajmë gjanë mangut. Ata shohin pikturën, shohin atë durimin, sot që ke, si ka mundësi një djallë i ri, e ka durimin 2-3 orë të pikturën pikturën. Ka koncedu për shumë një turiste, tha, a mund të ullëm në viveq të shof të pikturu? Po vetë të pikturoja 2 orë, një aty të pi uj, një aty të mpa mu. Nuk u mërzit fare. Nuk u mërzit, ishte një knaci, tha me pa dikën të pikturu. E thash, e marrë dhe iniciativën, i thash me dole edhe natyri, thash, që më vishin shumë turiste, më shëgjoshin u natyrë, më laut që në aty të më fotografu e të. Ale, thamë, ale këto të studia që e kam si të ponishte që e gjenë si që cimë të shumë. Me vlerësojnë shumë edhe turistat. Sa orë në ditë paka shumë i kushton të pikturës? Unë pikturës e kam si me 2 orë, për shumë. 3 orë në ditë para ditë e marrë me pikturën, dhe 3 orë në ditë mas ditë e marrë me pikturën. 6 orë, të më thonë, jam në pikturë. Pa më një pikturë ka detajet e veta që nuk mu të neglizhos. Unë shpeshirë që e marrë një vepër me e baj, dhe më thonë e përfondova, e shofë më të synin tem këtë e nuk ka përfondu. E marrë edhe he 1 orë. Prapë edhe he 1 orë, si ka mundësi, marrë të mos përdime e përfondu. Kur më thëtë mu një pedagogi jemi që e përshnes, më thëtë një gjë më kërës, një vepër artit, për ne artistat, nuk marrohet kur. Ne e braktisim këtë vepër artit. E braktisim se durzona, po me marru për synin tonë si artista, nuk e marrojmë kur. A dhe thëmë, përpaj, këtë dhëntije kam beto, si s'pëdimi i marru kur, gjithmonë ja gjenë ka i defekt, i thëmë. Pa, gjithmonë edhe kështu kam fillu të i braktish, sikur të i braktish, në atë aspektin profesional, Pak pas dore ndoshta, sepse duhet të merresh me gjëra të reja. Se do të marrë me në piktura tjera, se mi kërkojnë tregu. Po për porosi, Kristi, si funksionon? Ka persona që bëjmë porosi, portrete? Për porosina funksionon në këtë pjesën e emigrantave, këtë dashamirës tonë që na vinë në verë, kanë nostalgji për vendin tonë. Shumë nostalgji, e kanë burë që e kanë në zemër të prekun këtë pjesën e vendit tonë. Dojnë më shkrojnë për jashtet, është në Amerikë, është në Kanada, është në Itali, kam qef një kala, kam qef një atë lagjën temë, kam qef një fshat të të ma bënë, ku me ta gjithë fshatin vetë, aman dërman mënohë me improvizu hinë, Google, me gjithë që ku ka bënu, mënu me ata kështu, mënu me kryu diqka, ma kur e realizohë, që më kep jam mërkullu, du me lënë të zyra. Ka një nostalgji, unë e kam provu vetë të emigrimin që dhe me thonë aja nostalgji për qytetin. Mu më rastishte, me bëjt gjiru për shamull në Piazza Duomo, ose në Itali dikun, kisha nostalgji me bëjt gjiru dhe dhe bashkia, thosha ma. Së në interesën kja, e bani herë, 2 herë, thosha, për një ty du me kalu të bashkia. E kuptan, është një nostalgji sikur edhe atyre ju sjell ndoshta mbrapa kujtimet. Alla atyre i sjell mbrapa kujtime, aja pjaca që ja bëjt gjiro dikur kur kanë të ri, kja mosha vjetër, ai ndërqimi, ata nërtes aty ku kanë pi kafe nështë, edhe ne kur të plakën ata po na kryot aja pjesë. Normal, patjetër. Ka pasur një periudhë kohë që unë e mbaj mend që në çdo familje shkodrane ishte piktura dasmos shkodrane. A vazhdojnë shkodranët ta preferojnë? Prapë vazhdojnë të preferuja pikturë. Nuk po di, nuk po hekën dorë kur, edhe kja është piktura ma e lollshme që nuk ja marrë hakun kur. Të fole dhe dem që t'ja baj me dije këtine,
të gjithë ata që kërkojnë të blejnë dasmën shkodrane. Se ka shumë karaktere, shumë personazhe që dush munduar mi bë fikse, po ama nuk ja prishi se kanë dëshirë. E kanë dëshirë këtë dasmën shkodrane të shabon si tip kështu 3 ndi me pas çdo familje. Me pas dasmën shkodrane në shtëpi. Edhe mundohem me bën jetë më, dikush e dën të madhe, dikush e dën të vogël. Pa ma jam kthyer si tipaj piktor mekanik, të bëri, po mundohem, domethënë ata orë mi përdor edhe në dasmën shkodrane, mi ja kthy shumë artista, tash po flasim të shumë artista dhe shumë kolegë mi thonë si ka mundësi që rikthesh mos e hin mori kthy më një piktur, po mundohem me kështu. Po ma kërkon tregu, unë jam kthyer si tip artistit, po edhe me biznes. Unë jetoj me këtë gjë, sa ma kërkon tregu, edhe nuk mund t'ja prishi klientave që i kam, se ndoshta më vjen marr disa porosina, ka çifa dasmën shkodrane. Tash më thon, unë dasmën shkodrane s'mo ta bëj se ja kam bezdishme. A ke parasysh? Është diçka që nuk thuhet dot, sidomos për ata që blejnë vazhdimisht, ndoshta. Për ata që blejnë vazhdimisht, e kupton, po është vetëm një pikturë që ka shumë lodhje, e po nuk jam marrë hakun kurrë, më atë. Mund të kemi pak a shumë një çmim të pikturave, ndoshta për të shuar edhe kureshtjen e publikut, sepse pikturat duan një punë shumë të madhe, një përkushtim shumë të madh. Sa mund të varion një dasëm shkodrane në Shkodër, për shembull, jo nga parametrat, po e përgjithshme. Po ta marr në thelb që baj vet. Unë kam filluar një tematik pikturash të vogla, më shumë për turistat. Që turisti e din një pikturë të vogël, një urmesit, një kalo, një pedonale, një dvot, për dimensione 30-40. Ata i vazhdojnë të 80 euroshi. E kam për ta se ata kanë ardhur me një kuot limitume, kurse një dasëm shkodrane, me bom që e bëjë vetë unë bëjë edhe kurniza, aja më shkojnë të 500-600 euroshi. 500-600 euro. Ashtë i fije, kosto, po, me pa mundën që... Për punën që ka, nuk duket shumë kosto. Me pa të të pikturu, thu, sa mirë ke durim për zotin si të kishte ikmen. Sa mund shkoj koha e përgatitjes në një dasmë shkodrane? Pa pjesën e rikthimit, vetëm pjesa bazë që ti i bën? Për zotin të në 2 javë shkon. 2 javë. Me punu, detaj për detaj, karakter për karakter. Mi dherë ashtu, pa, sikur i ka gjarë kolidrumenu, ose ashtë e gjarë e kur, po, sikur i ka gjarë aji, sikur e shop disa kolidrumenu si e ka bon, si ka mundësi. Gjarë e kur, po mundohem me kënë ato që me medik knaqën kliendi. Ma kam pikturat që kam një bizisten tjetër Shkodër, që ja kam marrë në Foto Marubi, që bashkëpunimi me Fototekën Marubi është shumë i mirë, që ndihmojnë për këta gjanat e vjetra, që kam interes. Kam bërë një bizisten shumë të madhe, shumë e bukur, më thonë, të rikujtojmë pazaj në Shkodër që ka kanë para 120 vjetëve. Aja shkon të 3.000 euro, 3.200.000 me gjithë kornis. Po, ka aja dhe më thonë, 2 muj kohë mu ba. 2 muj kohë. Po është e një vlerë e shtuar në shtëpi, të kesh një vepër arti të tillë, ke një mrekulli në shtëpi. Masi është zanati jem, dhe më thonë, unë e përfaqësoja gjatë, dhe më thonë, mundohem me bëjë diçka bukur, mundohem me millon rëndësi, mundohem me hub kohën, pa ama mundohem edhe mu shpërbly, se dësh po se shpërbleva. është diçka ndoshta edhe spunto për piktura që do të bësh më pas. Shumë spunto, më ka dhënë spunto që është në moshë të vogël. Që është moshë të vogël, që është kur isha 12 vjeç, 10 vjeç e kam nisë 12 vjeç që ka kënë piktura parë, më thonë profesionale, që bëna me bojra vojt edhe ekspozova në galeri. Ishte një urmesit. Aty, më thonë, kisha shumë emocione në atë momentin që ekspozova. Kisha frikë shumë kritikë artë, më thoshin, e ki bënë shumë bukur, mos ki frikë. Jo, thoshin janë të më lafdru kotë. Kur qytetërisht për mu, një emigrant për Amerikët, sa bukur ka kja. Ishte në për mos 50-70 aja, sa bukur ka këtë do të marrë, 100 euro atëherë, ishte 100 euro shqipa, atëherë ishte 100 euro i malë, ale për një moshën që isha 12 vjeqë, më thonë, 100 euro dhe baba më la komplet, mërë janë tujat. Aty njësa vetë, spunto, wow, do të baj, edhe i tjetër, thot qa. Aty njësa që më thonë spunto, gjithmonë i thamë edhe këtyne fëmijëve që më vinë disa me pikturat vogla. Vinë që rrinë të pi kafe me familje, kam bëj këtë pikturë gjatë që më thojnë, e thami këtë pikturë do të blej vetë ashet, njërë spontane, po, do të ashet 10.000 lek, që kam 20.000 lek t'ja vetë, 20 që me fërmëzu për qef, ma shumë ja fali, a ke bërë asysh nështë, ma të kënë bëj gjatë vogël, di qatë kështu, po
Që të jetë shtys për të ardhmen e ti. Me nëziti fije me pikturë dhe më thojnë, një morë më thojnë është familjar, jep jallë në ku i ke lek, jo, e kam lonë që e ko bo, ashtë punë e ti. Edhe gjithmonë i thëmë, dhe fëmijëve të vegjël pikturojnë, vazhdojnë pikturojnë, ata bojnë atë lapçit, vazhdojnë ata kartonat që shojnë për filma, ta hupin familjarë, ta hupin një orë kohë në vizatimin piktura. Është çështje qetësiet, si që muzika, që dikush ndoshta s'din me kënu, pa ma kënën në përshmi për qef, edhe dikush për pikturë, ndoshta nuk din me pikturu, po pikturën për qef, e largon atë. Është diçka shumë e bukur. Cila është piktura që ti e quan më të arriturën e Kristit? Pikturat më të arriturën e te jamja ka kënë një rozafa, ta kam një zbetojnë në kubizëm. Ishte një provim vetë, një stil kubizëm, se unë jam më shumë të impresionizmi. Impresionizmi është aja, dhe më thonë, jo gjënat strikte, po me kryu në gjyrat. Kjo kubizmi ishte një gjare, një stili veçantë, thashta, kopjoj këtë stil, ta provoj herë, thashta, dhe më doli diçka besot aja pjesa murosjes e rozafes, më doli aja pjesa e kubizmi, po doli diçka e bukur, aja pjesa e rozafes. Një jam ka pëlqy, si dhe, po nuk jam gjithmonë, thashta, jam gjithmonë i paknaqen me veprat e mija. Ku jo shof tjerë, thëmë, më pëlqen i kritik i vete, dhe thot, gjaja më mirë është që t'jesh kritik, edhe ta piktorë që më thoi, t'jesh kritik i vetes, më thonë, që gjithmonë mos t'jesh, ai thonë, o, kja, më kritikojnë këtë, kja është ma bukur, kja vepra ma bukur, mërsh kritika, se është kemi edhe këtu kritika, kja është aja pjesa, po, kja është aja pjesa rozafës, në mënyrën e strikte kubizën, ata vinjat lineare që e kam mundu me thy. Dhe ndërthurja ndoshta këto lullet e bukura, sikur ndryshon pak atë stilin e ngjyrës gri, sikur e përmbush pak. Po, mi dhoni fjatë të dhatë bukurin, jo kajtë me kene e thatë, me dhoni fjatë bukurin që lullet, diçka. Po, është vepra par e artit që e kam bërë në kubizën, nuk e kisha provu në një herë. Dhe ka dalë diçka shumë e bukur. Po, besoj të shumë. Diçka shumë e bukur dhe e veçantë. Po, diçka e veçantë. Mënyra e veçantë e krijimit, si të ka ardhur ty, ndoshta mund të cilësohet vërtet diçka shumë e veçantë. Diçka e veçantë, për mendimin tëm kisha thonë kja ishte kja pjesa kubizmit, nga që ishte se më the. Po në një pikturë që ti thua që nuk do e marrësh më përsi për ta bësh, cila mund të jetë? Për zotën, me të thënë drejtën, pikturat që nuk i marrë përsi, për janë portretet në përgjithësi të personave që kanë ndru jetë. Ata, po flasim trash, nuk e nëzis vetin, edhe kur vinë i kam është, janë disa raste, mundohem me largu, po nuk i kam me dëshirë. Nuk i kam me dëshirë se njëhem edhe në sinë pozit, edhe sikleqme, po një fmi i vogël, një portret një dhe marrë me knatësi. Po, më tjetër, është diçka, është një tjetër ndjenjë. Kam lej dhe klientash, po të është preferencët e tyre, nuk e marrë fort. Është shumë e kuptueshme, besoj edhe për ata që vinë dhe ndoshta kthehen mbrapsht, se është shumë e kuptueshme, pjesa që është pak e sikletshme. Mundohem mos me kthy direkt, disa edhe i kam bën, gjesh kur kanë këmbgule, të shundërzohen vetë, se tash ata janë tu, kështu nuk ja prishi, po me dëshirë nuk e kam. Me dëshirë nuk e kam. Ti përmend të rinjt, je shumë pro të rinj dhe i mbështet gjithmonë. Përmend historinë me pikturat e vogla, mund të na bësh një thirrje për të rinjt që duan të ndjekin rrugën e bukur të pikturës? Unë gjithmonë për të rinj do të jem mbështetje. Po më jam vetë i ri. Po, patjetër, dhe mbështetje më e madhe. I them gjithë të rinjve, i them edhe prindve që ti nxisin, të fillojnë të pikturojnë, nëse një atë ekskursion që janë të dalë për shembull me mamin e me babin që janë të dalë fëmijët, ta marrin një kavalet, të pikturojnë në natyrë, ata gjajnë vedin sikur i frymëzojnë më shumë. Ti blenë, i thëmë familjarëve të blenë më shumë të lajo, më shumë të nxisin me pikturu, se piktura, edhe i shkput nga aja bota internetit që janë të kenë shumë fëmijë, janë shto më problematike, e shkput pa të një osh, edhe gjajnë vetin dhe fëmija, se fëmija një do një gjithka nërsh. Po, edhe ndoshta ndrysh dhe relax. Edhe relax, edhe shumë vetë jam i hapun që të vinë edhe të galeria, të jep edhe sugjerime, fëmijëve, të jep edhe prindve, të jep sugjerime, edhe të ndihmojnë çdo gjë, çdo aspekt, vetëm ta vazhdojnë këtë punë, nëse kanë me dëshirë. Dhe dëshira është ndoshta tek fëmijët është gjithmonë e madhe për atë çfarë ushqejnë prindrit. Dëshira lind. Dëshira i lind. Nëse e nxisin me dëshirë, fëmijët do t'ja shpërblejnë dy fish, me atë pjesën e dëshirës, me atë pjesën ashtu,
Mësën e po mbërsi sa dalin piktorat mëj, as dalin piktorat mëj, po në shpirt janë gjithë një artista. Artista, është diçka shumë e bukur. Kristi, mund të na zbulosh diçka për planet tua për të ardhmen? Se çfarë ka Kristi në mendje, ndonjë pikturë që do të bëjë, ndonjë ekspozit, diçka të vogël? Planet për të ardhmen janë kam shumë plane me të thënë drejtën, i bjen me kena edhe në 2 orë në emision të me folë për planet. Do të vim shkurtimisht. Po, planet që janë i tërë do të jenë një ekspozit të jemja personale, do të jenë midis një kolonive të piktorëve që janë disa piktorë shumë të mirë. Do mundohem me marrë pjesën në një ekspozit jashtetit, që ma kanë ofru këta migrantën tonë kur po vjen në i bjerë piktuet që të këna lidhë ta mundësinat e gjana, si që janë dikush ka mund që jeti. Të thënë ekspozita herë, mësë dhe kam shumë plane tjera ma afat gjada si që ishte këtë brezi me një mu me kontribu ma shumë këtë brezin e të rive, se këtë vjetët s'kena që me një mu ma, po këtë të rive. Të rive, është gjithmonë shumë mirë, me favoritetja dhe favorizimi mbështetje më shumë. Cilat të emocionon më shumë? Ekspozita që du bësh jashtë, apo ajo që du bësh në Shkodër? Ekspozita që du bëj jashtë. Jam shumë interesu me ditë si du e presin, ata të hujtë, si du e presin, si du e shohin, se dërsh jena mësu me i këtë dojë stilit, ale dëna me marrë, ale për i tyne, me ditë se qa bojnë ata tjerë, të ki përsysh, mja përcjella ne që jena i këtë fazë jena. Nështë edhe të korrigjojmë diçka nga vetja. Ale është normal që ke ishte një gjanë veçantë për mua, dhe më thonë që më du më korrigjojnë, dhe më thonë, të shë, o do la namë për mirë, ose do la namë për këtë një gjanë do të bëhat. E me bindur se për mirë. Ajo i hapur për kritika? Shumë i hapur. Nëse vjen dhe të thotë, po jo, kjo duhet ishte bërë kështu, jo duhet ishte bërë kështu. E merë për keqti, apo një gjithmonë prapë? Për kritika jam gjithmonë i hapur, në aspektin profesional të artit. Për kritika lejoj, dhe më thonë, edhe më të mallit, edhe më të voglit. Edhe i 12 vjeqarit, ja lejoj kritikat, kur ma shifej këtë, nuk jema që s'din gjatë, jema e po më rëva, pasa pas drejti, thëmë, adin që ke drejti. Jam i hapën shumë, nga profesional, se kritika për një artist e nimon shumë. E nimon shumë me i dzerën pa gabimet, me ndzerë pa alata vebrat, edhe në gjyësh, e nimon shumë kritika është gjoja bazë elementare e një artistit. Normal, ti dush edhe tjetet me asugjeru, normal, kritika për mire, jam i thonë që s'din me banë, lënë e kajtë më se banë. Sa është të du ishte demoralizim. Pa tjetër që po. Kristi, të falenderoj shumë që ishe me mua këtë mëngjes. Falenderit për këtë bisedë kaq të këndshme së bashku. Falenderoj për ju, kënaqësia jam ja. Tani të pres pas ekspozitave të bukura që do kesh. Do t'jemi ftuar për të gjithmonë jemi mirëpritur në emisionin tim. Falenderit për ju. Faleminderit. Faleminderit të gjithëve ju që keni qëndruar me ne deri në këto momente në Info Plus. Takimi radhës së bashku nesër.